Si ta eliminojmë ankthin, sepse sot për sot është një nga problemet më të mëdha dhe shumica e njerëzve marrin ilaçe për të letësuar këtë lloj ndjenje. Por kjo nuk do të ndodhë derisa ju ta kuptoni se kush jeni dhe se si funksionon mendja juaj. Dhe kur ju e kuptoni këtë, nuk do të keni më nevojë të qëndroni në një gjendje ankthi. Dhe ju keni aftësinë për ta bërë këtë, nëse studioni këtu me mua dhe kuptoni se çfarë unë do t'ju shpjegoj. Ju jeni krijesa më e madhe dhe më e lartë e Zotit, ju keni një mendje të mrekullueshme dhe jetojmë në një trup fizik. Dhe kemi vetëm dy burime ku ne mund të marrim informacion për veten tonë, të cilën janë shkenca dhe teologët. Shkenca na mëson se ne jemi energji ose gjithçka është energji. Teologët thonë se ne jemi një qenie shpirtërore dhe se mendja jonë funksionon me imazhe. Mendo për shtëpinë tuaj, një imazh do të shfaqet në mendjen tuaj. Mendo për makinën, një imazh, një fotografi do të shfaqet në mendjen tuaj. Por po t'ju them mendo si duket mendja, nuk ka imazh as fotografi, sepse 98% e popullsisë e ngatrojnë atë me trurin. Dhe truri nuk është mendja jonë. Dhe unë do t'ja shpjegoj këtë nëpërmjet këtij vizatimi që ne i quajmë personi shkop, që është ideja më brillante që u kam mësuar ndonjëherë nga mentori im Bob Proctor. Kur ju ta mësoni këtë, nuk do të keni më confused dhe do të keni rregull në mendjen tuaj. Ky jemi ne. Dhe ky është trupi jonë. Si thash më përpara, mendja nuk është në kokën tonë. Mendja është në çdo lëvizje të trupit tonë. Dhe mos harroni këtë se mendja dhe trupi janë një. Por ne duhet të kemi një imazh ose një fotografi që të punojë. Dhe do ta ndajmë mendjen ose thënë ndryshe kokën në dy pjesë. Dhe do ta quajmë pjesën e lartme, mendja e vetishme, që do të thotë ne kemi aftësinë të zgjedhim çfarë do lloj mendimesh për të menduar ose mund të krijojmë jetën që ne dëshirojmë. Pjesa e poshtme është mendja e nënvetishme, që do të thotë ndryshe mendja emocionale. Kjo nuk ka aftësinë për të zgjedhur. Kjo vepron se çfarë i thotë vetdia, do të thotë që mendja është një lëvizje dhe trupi është manifestimi i kësaj lëvizje ose të ndryshe. Çfarëdo që ne mendojmë, trupi reagon dhe vepron. Se siç thamë më parë, i shikoni këto dy simbolet? Negativja dhe pozitivja, që do të thotë, kur kjo energji, mendimesh ose kjo fuqi e plot rrihet tek ne dhe përmes nesh, ne kemi aftësinë të zgjedhim, siç thamë më parë, se të mendojmë çfarë ne duam, ose të thonë ndryshe, kur këto mendime negative ose pozitive vinë tek ne dhe janë pa pushim, ne kemi aftësinë të zgjedhim, por ne kur ne kuptojmë se si funksionon mendja jonë dhe ne përfshihemi emocionalisht me një ide negative, ne fillojmë të dyshojmë ose merakosemi. Dyshojmë sepse i kemi lekën dhe kemi dëshirë të investojmë në veten tonë, por dyshojmë se nuk jemi të sigurt ose të aftë a mund ta bëjmë atë që ne dëshirojmë. Ose merakosemi, sepse nuk kemi para mjaftueshëm për të mbuluar faturat, ose gjërat nuk po na shkojnë ashtu siç duhet, dhe ne krijojmë ndjenja frike. Kjo ndjenjë frike nuk është e shëndetshme, si nuk është e shëndetshme dhe ndjenja e stresit, ankthit dhe depresionit. Kjo frikë manifestohet në ankth. Ankth do të thotë se ne kemi frikë nga e ardhmja ose nga e paditura ose e panjohura, se nuk di se çfarë bëjmë. Ankthi nuk shprehet, por ne këtë energji, siç thash më parë, kur rrihet tek ne dhe përmes nesh ose këto mendime vijnë tek ne, ne fillojmë të dyshojmë, merakosemi, krijojmë ndjenja frike dhe kjo manifestohet në ankth. Dhe në ankthi nuk e shprehim, por ne shtypim atë energji, kështu që ne shkaktojmë depresion. Trupit tonë.
Depresion do të thotë që ne majmë inati nga brenda ose i bën dëm trupit ton emocionalisht nga një event që na ka ndodhur jashtë nesh ose diçka me një person tjetër që na ka shkarkuar. Dhe ne e smurim veten. Siç thoshte mentori im, ne nuk smuremi, por ne e smurim veten. Pse ne bëjmë këtë? Sepse ne jemi ignorant. Ose nga ignoranca thënë ndryshe, dhe ignorant nuk do të thotë se ne jemi ignorant si njerëz, ignorancë do të thotë të mos dish, njohuri do të thotë të dish. Dhe shkaku kryesor nuk është ankthi që ne kalojmë depresion. Shkaku kryesor është ignoranca, e mos ditura. E keni vënë re në emisione që flasim për ankthin, depresionin dhe thonë nuk e di ku është shkaku. Unë e di si ku është shkaku dhe ja ku do t'ju tregoj këtu. Dhe e vetmja mënyrë dhe e vetmja rrugë që ne të kalojmë nga të mosditurit në njohuri është nëpërmjet të studiuarit. Nuk ka se nuk tjetër. Ne do të studiojmë. Dhe ne, ku fillojmë të studiojmë, ne fillojmë kuptojmë se kush jemi dhe se si funksionon mendja jonë. Dhe kjo manifestohet në besim. Nga ana e kundërt, kjo u kalonte në një ndjenjë frike. Tani ne që mësojmë dhe kuptojmë se kush jemi, nuk dyshojmë dhe nuk varakosim më. Besim do të thotë se ne jemi në harmoni me ligjet e universit. Çdo gjë funksionon sipas ligjit, të thënë ndryshe krijuar nga Zoti. Dhe ky është shumë informacion i vlefshëm dhe ju rekomandoj të merrni një fletore dhe të mbani shënime, sepse besimi edhe frika na bën ne të besojmë në diçka që ne nuk e shohim po e ndjejmë. Por çfarë bëjmë ne? Nga mos e ditura, ne fillojmë ndjejmë ndjenja frike, pastaj e manifestojmë në ankth dhe kalojmë në depresion, që kështu e smurim trupin tonë. Kur ne besojmë, ne jemi të mëqenë dhe trupi kjo do të thotë që trupi është i qetë, nuk është më në ankth. Jemi të qetë sepse ne e kuptojmë që çdo gjë ka negative dhe pozitive. Dhe duhet të ketë këtë sepse thënë ndryshe, ky është ligji i polaritetit, që do të thotë duhet të jetë nata edhe dita. Duhet të ketë pyetje dhe përgjigje, siç kemi dy këmbë, dy duar dhe dy sy. Kur jemi në të qetë, ne dhe fillojmë të krijojmë. Jemi krijues. Siç thash përpara, që ne jemi krijesa më e madhe dhe më e lartë e Zotit. Kur ju e kuptoni këtë, çdo gjë do të ndryshojë në jetën tuaj. Sepse përpara se të studioja dhe të kisha këtë informacion, unë kam pasur një temperament shumë të lartë, nuk kam qenë kur i kënaqur, bëja punë të zakonshme dhe i ndroja shpesh. Tani bëj atë që dua, jam i qetë, jam i kënaqur, kam kompanitë e mia dhe po jetoj qëllimin tim. Sepse lënda që unë kam studuar gjatë gjithë jetës time ka qenë vetja ime. Dhe të gjithë liderit e mëparshëm dhe të tanishmit nuk kanë rënë dakord me asgjë, por kanë rënë dakord vetëm me një gjë, që ne bëhemi ajo që mendojmë gjatë gjithë kohës. Dhe unë ju rekomandoj ta shikoni këtë video 100 herë në mëngjes dhe 100 herë në darkë, sepse përsëritja është nëna e dijes, ose thënë ndryshe, është ligji i parë i të mësuarit. Dhe në vend se të shkoni tek doktori, ju mund të ktheheni ke vetja juaj. Nuk mos merrni ilaçe, por ktheheni dhe studioni veten tuaj. Në qoftë se kjo rezonon me ju, ju mund të më kontaktoni në Facebook ose Instagram me emrin Rezargjen Dajti, ose thënë ndryshe Mindset Coach, që do të thotë mentor i zhvillimit personal. Faleminderit dhe mos harroni, Zoti është gjithmonë i mirë.